Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, edhe sonte bashk do të zhvillojmë një bisedë, kam përshtypjen shumë të këndshme, me një shkrimtare shumë të dashur për ju dhe për gjithë publikun që e njohin. Me mua dhe me ju është Flutur Mustafa. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana për ty, për gjithë dëgjuesit edhe për krejt ata që janë mas Radio Kosovës dhe që bëjnë të mundur këtë emision. Kënaqësi me të pas në studio, tregom si je në këtë të shtu. Mirë, si çdo fundjavë, me presim, po më duket që për me dash me arrit do gjana që nuk i arrim gjatë javës, mundohemi me qit 5 ditë në një fundjavë. Një ditë vetë. Edhe lodhemi edhe më shumë dhe nuk arrim ta shijojmë, po mirë. Duke qenë se jam këtu dhe kam kohë, e kam dhënë një orë për vete, jam shumë mirë. Pikërisht një orë për veten tënde, sepse sonte do të flasim vetëm për ty, vetëm për Fluturën si personalitet, për te figurës publike, për te shkrimeve të veçanta që ti i bën e që publiku i njeh dhe i ka në duart e tyre. Dua të rikthej në fillim të këtij emisioni fare në retrospektiv, si ka qenë Flutura kur ka qenë fëmijë, deri tek radha kur ke nis me marrë me shkrime edhe me botimin e librave të tu. Unë kam pas një fëmijëri të lumtur, fatmirësisht. Jam e lindun në një komunë të vogël në Maldëzi, në Ulqen, në fshatin Sukubin. Është një fshat i lezetshëm, piktoresk, ka nxjerrë shumë figura të mira. Ndërto dhe une, vogëlsia jeme. Sigurisht. Më falni për mungesën e modestisë, po dhe deri në moshën, deri në klasë 3, pak a shumë normal janë ato bazat deri mëson me shkrua dhe mëson me pas një rrjedh të mendimit, një rrjedh logjike, po e di që ka qenë klasa 3 kur kam tentuar me shkru diçka, edhe pse kanë qenë rishkrime të poezive që i kemi mësuar në shkollë dhe i kemi lexuar, nuk kanë qenë autoriale të mia, por ka qenë një tentative para. Mandej kur fillojnë këto pjesën e Se hartimeve. rishkrime, në çfarë kuptimi rishkrime? Po për shembull nëse e kemi mësuar vjershën në degën e mollës më erdhi një zog, ciu më tha të kam unë ty shok. Unë jam mundu me e thonë në një mënyrë tjetër, ndoshta i kam ndru vendin fjalëve, të njëjtën poezi dhe veç e kam rishkru. Po e di që një ndër tentativat e para ka qenë në klasë të parë, kur unë jam në klasë të parë, kam filluar vitin 2000 dhe normal ka qenë një periudhë goxha e trazume edhe në Malzi, ndonse jo më pak ka qenë në Kosovë, po e di që ka qenë një absurditet i llojit vet ku më është dashur me mësu hej slovenin si himni i Malzi, domethënë si himni i shtetit. Edhe në një moment në shtëpi derisa kanë tentuar me mësu edhe duke ma shpjeguar në gjuhën shqipe se çka është ky himn dhe çka, nuk mundesha me perceptu se çka është ky populli sloven apo slav që më duhet me e këndu se unë tash nuk e di as këtë gjuhë dhe nuk i përkas këtij populli. Edhe e di që ka pas disa tentime me modifiku një farë rreshti, një farë teksti që me u duk që more ka dal hej sloveni, hej shqiptar me kënu diçka në këtë mënyrë, po nuk ja kam pas arritur normal në klasë parë me dije të limitume dhe të kufizume, po kjo ka qenë një ndër tentativat e para. Domethënë që jam mundu me bëni him të emnin, që mos më qenë i huje, aty jam njoftu pastaj me himnin e flamurit. As ja dole ta bësh himnin tënd? Jo, sepse prindtë mi dhe axhi tani më kanë njoftu me himnin e flamurit, një herë kemi mësuar ato, pastaj jemi kthy me mësuar ato që na ka kërkuar sistemi dhe shkolla, e në këtë mënyrë domethënë i bëj 32 vjet këtë vit, edhe hala e di përmend që slovenin kur më punë s'm ka hyrë. A ke tentu në ndërkohë me shkru një him tëndin, pastaj kur e kuptove krejt situatën edhe realitetin, thjesht për ta pas për veta? Jo, nuk është që se kam mendu mandej gjatë periudhës pjekurisë, 16, tani 18, 26, e kështu, po besoj që vetë jetesa jonë, vetë cikli jetës është një himni joni, edhe secili e ka një himn individual, krahas atij kombëtar, që është si një lloj mozaiku që përfshin prej as deri në zh, domethënë jetesën tonë dhe me gjithçka që përballem me jetë, me gjithë traumat, përvojat. Himni jam, nëse do kompozoj sot, do kishte bazën në valët e detit, do kishte në hijen e limonave dhe portokallave, në hijen e ullinjve, bukuritë e bjeshkëve që ka Kosova, ka forcinë e maleve, edhe ndoshta mbas edhe qetësinë që ofron deti në një perëndim dielli gushtet ku unë kam lindur, domethënë me datë 25. Flutur, për te kësaj, cila është poezia jote e parë ose shkrimi yt i parë autorial? Me qenë se na the që ke nisë të moshë shumë të ri. Nuk e mbaj mend,
me thonë drejtën, e kam shumë të turbullt, po nëse veç më duhet me e thonë, janë këto hartimet e shkollore, do me thonë që, po janë ndoshta poezi, është shkolla fillore, diku klasa e 7 ose e 8, ku kam fillu me e dhënë maksimumin, do më thonë, në këtë aspekt. E mandej janë, është një pjesë e koreodramës kalendari, ku e kemi dhënë me vitin 2012, për herë të 100 vjetorit të pavarësisë, ku i kam kushtu 2 pjesë tekstuale, dramatike, marrëdhënies së familjeve që u ndonin nga kufiri asaj kohe, do më thonë pjesa që mbetej në Maltëzi dhe pjesa që mbetej në Shqipëri dhe kufiri që mbyllej, ku nana edhe vajza mbesin në Shkodër, edhe është një duet që një duet i heshtun që flitet me palën tjetër duke mos i kthy përgjigje, një komunikim që kallzon edhe për brezat që kanë hequr, për shembull familja e babës tem, gjysma është sidomos pjesa e familjes së gjyshit, janë nga Shkodra dhe kanë përjetuar këtë ndarjen me thik të kufinit, e ato ecejakjet në qoftë tinza, qoftë me rrezikshmëri të lartë. Sot jam falenderuese që nëse edhe unë kam një ndarje, po nuk ekziston ky kufini i prem. Po. Edhe unë jam martu me këto në Kosovë, po nuk e konsideroj. Aty doja dilja, do me thënë e lindur e rritur në Maltëzi, por sot e martuar në Kosovë. Po. Trego ma pak këtë pjesë, ka ky bashkëdyzim. Është fati. Sepse unë kam ardhur në Prishtinë në vitin 2013, edhe pikun e një fushate zgjedhore në 2013, kanë qenë duke zgjedhje lokale. Dhe nuk e kam hup mundësit për me jetu këto, me kriju një jetë këto. Jo domosdoshmërisht me gjetë fatin, po thjesht nuk kam ardhur me mendimin që kam me u kthy një ditë. Megjithse ka qenë një përqindje që ti kryon e provime të gjitha në fat, se nuk i dihet dhe është shpenzime, me dash me u bë sa më parë zoja vetes, në mënyrë që mos me pas edhe familja barë të përgjegjësisë, qoftë barë financiare, që është shumë e madhe kur e ki një student. Dhe mandej është fati, është shkruar, unë jam njoftuar me bashkëshortin tem ditën kur Ishulli i Madagaskarit e ka njoftë Kosovën. Wow. Dhe e shënojmë, do me thonë, këtë ditë, dhe ka qenë një event i përbashkët ku jemi taku për herë të parë dhe pastaj tjerat vetëm kanë rrjedhë. Ato kanë rrjedhë. Mirë, e bukur, do të kemi edhe kohë më tepër për të folur edhe për rrjedhën e historisë tënde, jo vetëm të dashurisë, por edhe të punës, e mbi të gjitha do të bësh hapjen e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, kështu që publiku do të ketë mundësi tani e fluturën për te edhe njerë po them figurës publike dhe gjithë punës tënde që e ke bërë në Kosovë, por jo vetëm në aspektin më të madh të personalitetit të saj. Do ta shohim se çfarë tipi është flutura, çfarë e ka pasur të kaluarën deri tek perspektiva e së ardhmës. Para se të vim tek kjo pjesë, ne do ta nisim këtë emision me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët e Radio Kosovës, sepse pas pak shkrimtarja juaj e preferuar, Flutur Mustafa, do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj. Qëndroni me ne. Me të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në valët tona dhe valët tuaja, po ju shoqëron emisioni Hynesha, e tash është koha për hapjen e kartave të jetës së saj, të Hyneshës ime personte, Flutur Mustafa, e dashur e gati. Po zgjidhe një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash, ti zgjedh. Në rregull. Me të mesit, a? Ma mirë dhe si në mes, si ma neutral. Hajde, ma jep? Okej. Çfarë e ka nxitur këtë reagim? Në të kaluarën tënde, sigurisht ke pasur reagime të ndryshme për situata të ndryshme, qofshin ato pozitive ose negative. A mund ta ndash një reagim me ne konkret dhe çfarë e ka nxitur atë reagim? Unë si natyrë dhe pse dukem ekspresive, Elvan, jam tepër natyrë që mbyllem vetvete. Dhe këtë ekspresivitetin e kam më shumë si mekanizëm mbrojtës dhe i parapri situatës. Në shkollë fillore dhe në shkollë të mesme kanë qenë 2 periudha që sa do e pabesueshme që mundet me u duk, kam qenë e bullizume. Deri në atë pikë sa që ndoshta edhe me mëzon prit një grupi nxënësve dhe me mu mundu me paragjyku për priordhjen që ka qenë e fshatit. Ndalemi pak tek bullizimet që e përmende, pse ke qenë e bullizuar? Pikërisht këto, është
në një ka qenë në klasë të 5, unë kam ndryshu, do më thonë, nga fshati kemi dalë me jetu në qytet, dhe rrjedhimisht kam ndryshu edhe shoqëni edhe shkollë. Aty ka qenë një ndërpërballjet me këtë mentalitetin e vogël fshat qytet. Okay. Dhe pastaj ka qenë me mundësit financiare, ka aspekti i veshjes, që për ku më printe mi më kanë ofru maksimumin dhe jam falenderuese në atë aspekt, nuk më ka mungu kur gjë. Fix. Mirë po, ajo ndodh, sepse ndodh dhe sot, fatkeqësisht. Pastaj, duke qenë se jam natyrë që kam dëshirë të marr pjesë, qoftë në shfaqje, në performanca, ka qenë pikrisht është rrit prej kësaj, ajo katunar ka edhe ka fillu, do më thënë kjo. Mbaj me një rast, ku shtyhem 2-3 herë vazhdimisht në korridor të shkollës, edhe në herën e tretë shtyhem shkallëve, dhe nuk e kam pa kush është, vetëm jam sjell në mbrojtje e kam gjujt me shoplak. Po pastaj pas shkollës ka prit ai rrethi i 20 vitave që me të sulmu. Me më sulmu, e që nuk ka qenë shumë e mirë, ka qenë fillimi i këtyre telefonave me kamerë. Këtë është hera parë që po e them publikisht dhe besëm që kam shumë emocione, sepse nuk qenë kam shëru ndoshta akoma prej asaj traume mbase. Aty ka qenë. Pastaj në shkollë të mesme ka ndodh prej personave që i kam konsideru shumë të afërt, e që i ka ndërmarrë disa veprime për me cënu integritetin tem, qoftë si karakter, qoftë si flutur, qoftë me arritjeve, qoftë integritetin personal, duke dashur me përly me sene që nuk janë të bukura. Edhe nuk korrespondojnë me nuk korrespondojnë, domethënë as pak me. Edhe aty domethënë ja 2 vite kanë qenë kështu ulje ngritje, tensione, sa që të shkon mendja ndoshta edhe tek më e keqa. Nuk është që s'më ka shku. Po kanë qenë ndoshta edhe familja dhe prindët e mi, domethënë të afërt që nuk më kanë lënë me rrëshqit në atë pjesë. Sot kthehem dhe mendoj atë fluturën që është në gjithë skenë me këndu, nuk është që kam ndonjë farë talenti shumë të madh me këndu, di me bë nota të sakta, por kam dashur me provu atë eksperiencë dhe një sallë me 600 veta që ta bën teksa ngjitesh edhe e di që kam stonu aq keq, po nuk jam nal, nuk kam as kur gjë, kam shiju këngën. Edhe kam marrë fuqinë për natën e dytë, më rikthyq asaj skene, më rikthyq atyre ulërima. Edhe kam pa që njeriu është shumë i fortë. Kur zgjedh këto, me qenë i fortë. Sot këto përvoja më kanë bë me qenë ndoshta më e fortë për vete, më e fortë për djalin tem, sot që i ka 3 vjet, dhe me i pa prej një prizmi tjetër. Sot e shoh si disa fëmijë që kanë pas trauma të veta të pashërume të fëminisë. Sot ata njerëz ndoshta kanë mungesë diçkaje, dhe në atë kohë kanë qenë fëmijë që nuk kanë pas diçka që unë e kam pas. Ndoshta ka qenë vetë ngrohtësia familjare që u ka mungu, ose ka qenë ndoshta stër mbushja për ka ana materiale, po nuk ka qenë prezenca emocionale. Dhe nuk më ka ra me i taku, me thënë të drejtën, po që i përshëndesim nëse dëgjojnë këtë emision, dhe se cili le ta barë në vete. Unë i kam falë të gjitha ata që më kanë lëndu gjatë jetës, sepse vetë mos falja është barë që unë e bartim. Tek sa jam në paqe me veten, besoj që ata vetëm e trasojnë rrugën e vetë. E reagimi ka qenë që ndoshta kanë nxit një të qarë në shtëpi, apo një reagim jashtë të dhunshëm, po që ka qenë si shkak i bullizimit. Si e sheh sot shoqërinë tonë kosovare, duke ditur faktin që nuk është që jemi larguar nga bullizimi, përkundrazi, është një fenomen në rritje, fatkeqësisht edhe shumë aktual. Elvan fatkeqësisht ndodh edhe në qarqe ku punojmë, ku jetojmë, bullizim ka kudo, pa marrë parë, nuk është vetëm në shkolla, ke në vendet të punës. Madje është edhe brenda familjeve. Brenda familjeve, po. Sepse unë mendoj që gjithçka nis prej familjes. Gjithmonë njëri bullizohet në familje me atë sjelljen passive aggressive, që thojmë atë komunikimin sa pasiv agresiv edhe duke kur mundet më trajote s'po mundesh ti. Domethënë ajo është një fillim, një start dhe ti mundohesh, unë fatmirësisht nuk e kam pas, po e shoh që
ekziston ajo krahasimi mes fëmijëve, Po. e që është shumë i dëmshëm për formimin e karakterit. Këtë e vujnë shumë fëmijët e mesëm, ose e vujnë fëmija i parë që i ka disa gjëra të limituara, të kufizuara, e që pastaj fëmija i dytë ose fëmija i tretë në Nuk i raste kanë, kur ka nuk i po. kanë, sepse më duket që është dhe eksperiment shkencor ky fëmija i parë tuj pa e tuj bë, mandej mësohemi me i ri tjerët, po e shoh si diçka që është shqetësuese, sidomos me qasje të palimitume në rrjetet sociale në internet, unë Dhe me keq përdorimin me keq enorm të përdorimin, lirisë së shprehjes. sidomos, fakt mirësisht mirë, faleminderit që e ceke, se mu tani më thonë, ku me di çfarë epiteti, nëse do e kisha ceke para, po jo çdo fjalë që thuhet është liri e shprehjes, Absolutisht, jo çdo mendim duhet të thuhet. liria jam e shprehjes mbaron në momentin që cenohet integriteti yt dhe që cenohet liria jote. Feks. Kaq. Në secilin qoftë veprim, qoftë fjalë, tash sidomos kur jena, hajt s'po them figura publike, po figura që e kemi një platformë që na ndjekin njerëz, që bashkëbisedojmë. Po. Edhe ti thush disa fjalë ose disa pretendime dhe mos të merresh me demantin, me faktet, me atë dhe këtë, shkaktojmë shumë dëm në shoqni. Sepse ne një japim energji negative, në një botë ku ka shumë energji negative, nuk i kontribuojmë smirës, nuk i kontribuojmë dialogut, nuk i kontribuojmë shoqnisë, dhe që bëjmë dëm më shumë dhe. Kështu që ma mirë me mendu janë 2-3 herë, sa herë jam nis ndoshta me e bu një reagim në Facebook edhe jam nal, e kam thënë, pse jam të e thonë? Kujt i shërben? Kujt është të i shërby, cila pale interesit mundet me marrë krah dhe cilës agent, në thojza, mundet me i shërby kë vendimi jemi momental, dhe kush mundet më rështu pas këti, kush mundet me përfitu pas këti, edhe vrët, Je ndal. ma mirë jo. Por e kam, nuk do më thonë që se kam diskutu me ty, me bashkëshortin tem, me atë, me njerëz, me grupe më të vogla, si fenomen që ndoshta duhet edhe me Po undërshu. mendoj që jo edhe për çdo fenomen shoqëror që ndodh Duhet në me baza pas ditore, reagim, duhet të reagojmë. sepse nuk jemi ekspertat se cilës Aq më fush. tepër jo në rrjetet sociale, Jo. sepse nuk po bëjmë ndryshime duke reaguar në rrjetet Jo. sociale. Ti mundesh me marrë Jemi një grup- dëshmitar të faktit që shpesh herë ka pasur thirrje për protesta, po bash ata që e kanë thirrë atë protestë vetë personalisht Nuk s'kan kanë qenë dalë. atë, po. Kështu Ose që ka pas cili nga është ata që ndryshimi? ka pas nga ata që janë bashkangjit dhe janë largu momentin e protestës sepse nuk jam në rresht të parë. Po, e vërtet. Edhe E këto ishin. tash si po mbetet kjo. Feks. Tash a ki dal për kauzën? Çka thot e tashmja në këtë pikë zgjidhjen e Hajde, parë? inshallah. Okej, hajde për përzi pa ka fundi. Hajde. Tani atjetër në fillimin. Më jep? Po. Zhvlerësimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin krijohet një opinion tepër negativ për veten, të tjerët ose rrethanat. Siç është besimi, gota është gjithmonë gjysmëbosh. Kur dhe si e përjetoni zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. Kartat po të lidhen veç sa folje për zhvlerësimin dhe bullizimin që është bërë gjatë gjithë jetës. Megjithatë, ti si person e përdor zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës ndaj të tjerëve? Me zhvlerësu dikënd në jo. Jo, sepse vetë kam qenë atë pozit dhe mundohem me po ma të miren, për se cili deri që të ma dëshmosh të kundërtën. Ndoshta, para se me u njoft bashk, se normal njerëzit flasin, edhe kam mujt ndoshta me i dëgju 2-3 versione për Elvanën. Po deri sa më ka ra mu ballafaqu me Elvanën, nuk jam rreshtu tek njëri apo tjetri versioni mendimit për Elvanën, sepse nuk e një. Elvan, varësisht tash po të marr ty se jetë këto. Po, natyrisht. Po varësisht se si të kanë trajtu ka ardhur dhe reagimi yt. Natyrisht. Po ajo nuk e bën Elvanën, ajo e bën më shumë personin që ka folur për Elvanën. Feks. Dhe unë mundohem gjithmonë që edhe vetë kur reagoj për ndonjë person, them po prit, në çfarë gjendje emocionale kam qenë unë kur ma ka thonë këtë fjalë dhe çka ka zgjuar në mu kjo. Si dhe në çfarë gjendje emocionale ka mujt me qenë ai person që pas ka pa diçka të keqe te unë, mos ka pa diçka të vetën dhe e ka pa si diçka që po zbulohet dhe është mundu ndoshta me sulmu. Kështu që zhvlerësimi unë mundohem gjithmonë me po gotën plot. As gjysmë të mbushur, as gjysmë gotën plot. Deri në momentin që ti ose fillon me derdh atë ujë dhe mblen të zbrazët në atë, ose me e tepru me diçka në mënyrë që ai ujë tani me dal. Të dyjat janë të tepërta. Ke pasur raste flutur që dikush ta ka ndru mendimin në momentin që e ke njohur, pavarësisht se çka është thënë për të tërthurazi, qoftë për të mirë, qoftë për të keq? Po, i kam 2 raste dhe janë të freskëta. Ka raste që
kam taku person që adhurohet prej masës. Edhe kur e kam taku, nuk e kam pa ku është esenca. Për ta adhuru. Për ta dasht ose kushdo qoftë ajo ose ajo. Dhe nuk ma ka përcjell atë energjinë e njeriu të mirë ose apo atë njeriu që shpërfaqet. Edhe kam diçka këtu nuk është në rregull. Nuk është në rregull, po fiks. Ndoshta dikush e ka edhe pitch që mu duk si njeri i mirë deri të arrit një qëllim. Njëjtë ka ndodh me njerëz që ndoshta nga opinioni janë konsideruar të paaftë me krye një punë, me to nuk punohet sepse nuk janë bashkëpunues, edhe me njerëz që janë njerëz të rënd të këqita. Si po ma kanë dëshmuar domethënë të kundërtën. Edhe kur të më thot dikush për shembull, "Më jo, më se filanja s'rrihet më me to." Ndërsa unë kam pas komplet ndoshta super përshtypje, super angazhim, super punë të mira. Edhe gjithmonë duhet mi besu kësaj intuitës së brendshme. As zemrës, as shpirtit, as mendjes këtu. Domethënë kur e ke një parandjen që e valla këto s'është fort në rregull, besoj që asaj. Ose kur e ke atë është gjithçka në rregull, asaj besoj. Kaq. Ka një herë edhe truni do anë racionale, kështu mundosh me arsyetu ose në e kne e ke atë jo. Një lloj ndjeshmërie ndryshe. Ajo ndodhet edhe të rrethi, edhe të shoqënia. Natyrisht. Po gjithmonë kemi asi që i tolerojmë. Pak a shumë. Për hatër e për hir të asaj e të kësaj. Nalëm ti mos s'di më fol, s'di më nal të fol. Çka do të ardhmë dhe e fundit për këtë round, për ndryshe shpejt ja morë dorën kartave, ani pse në fillim të duke vështirë. Ma jep mua? Se me këtë s'po mësohem. Kamerak, në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një vendim në lidhje me temën për cilën keni folur, si do të veproni për të arritur atë, për ta thjeshtësuar. Cili është një vendim për të ardhmen tënde të afërt që flutura do ta merr në bazë të gjithë asaj që ka kaluar, qoftë në të kaluarën e saj, qoftë në të tashmen. Wishful thinking. Okay. Ndoshta në një pozit nuk do kisha leju me reagu për luftra që nuk janë luftra të mjat në të ardhmen. Kam reagu për luftra, kam luftu për luftra të huja, e në të ardhmen du me luftu vetëm për luftrat e flutrës. Për veten tënde. Për veten. E rrog gjanë vetja, nuk është vetja si unë si mënyrë me ushqyni ego, po është nga ata që kanë dobi prej meje dhe ata që mundën me ma po shere. Kështu që nuk isha dosh me ma po shere ndikosh për shkak të një vendimi apo diçka. Kërkoj ndjes nëse dikën e kam lëndu pa dashje, apo i kam shkaktu dam pa dashje, po thjesht kisha thonë që në të ardhmen do luftojmë me luftra tona. Flutur, cili është mendimi yt, një pyetje të fundit për këtë pjesë të parë? Rreth tashmë fenomenit të shumë përfolur në qoftë në media, qoftë në shoqëri, që ta kemi veten tonë në rend të parë. Si e shet ti? E shet pak si egoizëm të tepruar, son personalisht po? Unë i kam dy pjesë këto, kur e shoh si egoizëm, edhe kur e shoh si diçka që duhet mbrojtur veten. E shoh si egoizëm kur në 10 raste e zgjidh veç veten. Por nuk e shoh si egoizëm kur në 10 raste mundosh me balancu familjen në atë pjesë, e llogarit familjen, llogarit rrethin, llogarit integritetin, llogarit faqen e bardhë, sepse po merren shumë me do gjana që edhe llogarit një formulë, domethënë, e gjen një mes edhe po. Nëse sot e kam vendos veten rreth parë dhe kam kushtu vetes një orë, të paktën unë nuk po du me undje fajtore me vetën që ja kom kushtu. Në me gjithë një balans mes fluturës si non, fluturës si bashkëshorte, fluturës si flutur kush ka qenë para se të bëhet non dhe bashkëshorte, në mënyrë që kur ta zgjedhi vetën, mos me u duk dhe mos me qenë faktikisht, se mundesh me qenë dhe mos me u duk, po mos me qenë egoiste. Natyrisht. Sepse nëse unë gjithmonë e zgjedhi vetën duke dash me dëmtu njerëz që më rrethojnë, unë nuk jam duke i bu hajër vetës. Jam duke e dëmtu dhe ma shumë vetën. Dhe është mirë kur e gjejmë këtë lloj balanci, mesin e artë. Është pak i vështirë. Është i vështirë, natyrisht. Po le të mundohemi me gjithë mesin e artë.
Natyrisht, mirë, Flutur, shpejt kaloj raundi I parë I hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Shumë mirë. Po m'duket që mezi po pret për raundin E dytë. Shkojmë shkat kesh. Është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në valët Radio Kosovës, ndërkohë që ju vazhdoni që ndroni me ne, sepse siç e shihni, kemi shumë çka për të folur edhe për të shpalosur nga karakteri I Flutura Mustafës. Të dashur dëgjues, jemi sërish bashkë në studion e Radio Kosovës për shoqëron emisioni Hynesha me Flutura Mustafën, po flasim shumë çka nga 3 perspektivat e jetës së saj. E tash ta shohim raundi I dytë I hapjes së kartave se në cilat pjesë dhe etapa të jetës do ta përplas Fluturën ai gati. Tash nuk po përzi mo, po I marr me rend. Direkt me rend. Direkt se garanti ke përzi edhe ti. Hajde polla. Që tash mësova, nuk e këshyra. Në lidhje me atë që sapo diskutuat, çfarë ju ndihmon njerëzit, situatat apo rrethanat? Në të kaluarën tënde, në gjithë çka që diskutuam, nisur nga perspektiva e fëmirisë deri në ditët e sotme, çka të ka ndihmu më shumë, situatat, njerëzit apo rrethanat? Po ka pas kohë kur më ka ndihmu njerëz të caktuar. Ka pas kohë kur më ka ndihmu situatë ose rrethane të caktuara, tash nuk është e preme me thik. Po një gjë që ndoshta e kam tepruar është ai falënderimi dhe mirënjohja e tepër që mundem me pas për ata persona. Po edhe për situatën që ndoshta kanë arrit me krijua për rrethanën në cilën jam gjatë. Është mirë që ti kultivojmë këto marrëdhënie, mos t'i lojmë me u vysh. Edhe mos me kërku komunikim të përditshëm me dikë apo me shoqëni apo me shoqe që në një periudhë tjetër kanë qenë shumë të afërt, po valët e jetës të kanë përplas tjetër ka, domethënë nuk mundesh me pas për ditë një komunikim me një person që ndoshta keni qenë të pandashëm në një periudhë caktuar të jetës, po her pas here jetojmë në atë kohën e komunikimit të shpejt. Pse mos më e përdor, më thon, hey, si je sot? Po. A ke nevojë për atë 8 minutëshin? Që është ajo teoria 8 minutave që dikush ka nevojë për ty. Po. Apo në ndonjë situatë kur e din që po kalon ose ke dëgjuar që po kalon, më thon, hey, si je? Mundem me ndihmu diçka. Pa marr parasysh që fatkeqësisht rrollna vjen mend për pa marr parasysh nëse s'ke fol 2-3 vjet me një person caktuar. Po këtë komunikimin e shpejt mjafton. Dërgoja një këngë nga ajo periudhë, nga ato partit e teenagerave apo të adoleshencës. Dërgoja një reel, një fore, një hajgare, një diçka, thija oklin. Edhe mandej filloje bisedën aty ku ka mbetjen e kaluar. Po hyn detaje. Ka flutura shoqni shumë vjeçare që ndoshta nuk flet me javë, me ditë të tëra, me vite të tëra, por që kur filloni me fol, muhabeti ka ngel aty ku e keni lënë? Po, e kam, domethënë shoqnive kam të ndame, me thon drejtën, me periudha, me rrethana, me mosh, kam të shkollës fillore dhe të mesme, që për shembull sot ka studiu dhe tash punon mjeke në Gjermani. Ndoshta na bie më u taku një herë në 3 vite. Po fillon biseda a thu që jena po dje për kafet mëngjesit. Ka shoqni që kemi jetu bashk 4 vite, që ndoshta e kemi një grup në Instagram që nuk komunikojmë çdo ditë tema shumë shtjellume, po ja dërgojmë njëna tjetrës ndonjë reels ose ndonjë fore ose e rikujtojmë ndonjë këngë ose ndonjë moment ose flasim për periudhën ose kur I bin ndonjë lagje të Prishtinës, ja u dërgojmë me video dhe I them që heja moment kur kena njëjtë bëjnë edhe ato. Ka persona që flas në bazë aditore dhe komunikojnë në bazë aditore. Dhe secila nga këto e plotësojnë atë që kemi domethënë brenda vetës. I bie për të konkluduar që fluturën e ka ndihmuar shpesh herë në të kaluarën e saj. Të trija këto, po njerëzit. Po njerëzit, qofshin ata dhe fiktiv, se kur s'kam pas njerëz tamam, ka qenë gjithmonë një roman, një personazh I mirë që ka qenë atë. Vërtet? Po. Ke qenë lidhur edhe me këtë pjesë? Po, se ma thuaj një personazh fiktiv. Ana Karenina. Okej. Këtë nuk e prisja. Se bash Ana Karenina? E kam lexuar më shumë 3 me të drejtën. Edhe kam thënë që kam ju rikthy kur ti mbushi 40, sepse ndron perspektiva e mendimit. E kam lexuar në shkollë të mesme, kam heq zite ullinit me majt mend personazhet, domethënë dhe listën e familjes, më zgdash me
me shkru, se seriozisht krye vepër. Po pastaj kam edhe një personazh që është Frida nga Paulo Coelho. Dhe kam portretin e Dorian Grayt. Wow, interesant. Lidhen krejt këto portrete diçka me personalitetin e fluturës apo thjesht janë të preferuarit tuaj? Në bazën në rrethana të caktuara ose në sfida që kalojmë jetë kanë qenë aty. Edhe kanë qenë aty kur I kam lexu. Edhe thjesht kam mujtë me thonë komplet diçka drastike me ta citu një libër më dark. Më vonë. Po, e lëm për ndonjë intervistë tjetër. Kur t'ja ndrosh emisionit orarin. Po du me thonë që mandej janë edhe personazhet e shkrimeve të mia. Që janë edhe të papublikume, por që janë aty. Për këtë flasim në raundin e tretë. Fotot e tashmja në këtë pikë. Hajde. Ekzistojnë dy mekanizma në psikik, njëra lidhet me aftësinë për të treguar të tjerëve emocionet tona, dhe tjetra është aftësia jonë për t'i dëgjuar të tjerët të përballojnë emocionet tona, cili mekanizëm është më dominues në rastin tuaj. Për ta thjeshtuar. Diçka ti mi ke lidh këto, se diçka ke ti po I zgjedh. Unë nuk di. Diçka ke bë, po nëse mas ne kur ta kthyer emisionin të kallzoj mos ke bë nej. Abrakadabra, opa. Dy mënyra lidhet me aftësinë për të treguar tjerë emocionet, dhe tjetra për t'i dëgjuar të tjerët I përballojnë emocionet tona, cila është flutura. Flet më shumë apo dëgjon më shumë në raste të tilla? Shprehet apo I dëgjon të tjerë? Nuk muj me prit. Se sa, për shembull janë nis dikush edhe fol diçka dhe mundohem me m'ju gjind aty edhe ma bojnë shpesh. Ndoshta këtë kam pak mangësi, që më shumë jam ekspresive se sa që mundohem me mbajt brenda. Po unë e di që qaj let. Po sa let qaq edhe vështirë. Po nuk kam frikë me shpreh emocionin. Se të njëjtën kohë që ajo që e shprehi është diçka që më shliron. Se që po më intereson me dit, a ke qenë që shto edhe në dashni? Ja ke shprej dashnin bashkëshortit të ka shprej? A që të bashkëshortit për shembull? A e ka shprej para meje. Okej, do me thos pas ke pas qas shumë guxim në këtë pjesë. Po të shtena mungon ai guximi kur është diçka shumë e nalt në, si thonë ta, kur bosti është shumë I madh. Edhe tash me tregu veten që qaj me ditë parë, që përplasem, që flas, që është mos ndoshta tutët dikush me të përballu. Sepse unë jam një uragan emocionesh, si flutur, si tip. Jam një tornado, që thot djali jam tornados, një tornado. Edhe po derisa që jemi bashk, e ka përballu shumë mirë këtë tornado në emocioneve të mia. Perfekt, kjo është e mira. Edhe din që I kam me faza dhe me hormone. I bie që ai që ka më tolerancë se ti tash në këtë pikë, edhe më I qetë. Është më tolerant, është më I qetë. Po unë jam vizhërisht në horoskop e gafure. Kështu që unë nuk besoj fort te shenjat astrologjike, kështu që s'di çka them në këtë pjesë. Shumë, po duke marrë parasysh disa shoqet mia që besojnë, thonë që jena për njëri tjetrin në këtë aspekt edhe normal është më tolerant. Që toleroj dhe nuk është që toleroj. Toleroj nuk është që për shembull ka një marifet. Hajde. Me janë zonë njëri tjetrit. Domethënë, janë qenë kur është nervoz, nuk e ngucën ato 5 minuta. E pret mu ftof ajo muhabeti e diskutoni kur jeni qetë. Njëjtë, edhe une. Ama unë e kam një sen që nëse s'ma kthen, unë plasja atë unë du debat. Duhet me ta kthi Unë du debat se cili e fitoni debatin. Atë s'ka 50-50 dalim, domethënë, po nuk jena na kundër debatit. Nuk mundesh me thonë tash me pretendu me fitu debatin, po thjesht me fitu të dytë ndaj një çështje që e diskutoni. Se ne jemi ne dy kundër një çështje saktuar, jo ne dy kundër njëri tjetrit. Qartë. Dhe kjo është ajo që jam shumë e gëzuar që e kemi në marrëdhënien tonë. Po du me më lidh kështu të ma në përgjithësi që gjithmonë ka vend për marrëveshje, dikush më lëshu pak pen, në situatë saktuar dikush tjetër, se dy trend ose dy të marr, thojmë na e kpusin kanupin. S'bën hiç. Kështu që
Mirë, kjo ishte thjesht për ta relaksu pak muhabetin që ka thotë e ardhmja dhe e fundit Hajde. për këtë round. Flutur po fluturon koha. Oh, Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi nuk dëshironi? Çfarë po bëni për ta parandaluar atë? Tek vetja jote. Na. Kjo pyetje është personale. Çfarë lloj ndryshimi nuk e dëshiron tek vetja flutura? Dhe çfarë po bën për ta parandaluar atë në një të ardhme të afërt? nuk du me u shëndru në një person mos besus. Në një person skeptik, një person që nuk din me e po të mirën kërka. E që jemi të ekspozum ndaj shumë gjanave që na shtyjnë drejt kësaj. Dhe po mundohem, e kam vendos prej vitit të ri që i vendosim këto që kena me bo që me kalu më pak kohë me në qasjet në informata të shpejta dhe kur e pimat kafen e mëngjesit vet, ma mirë me lezu një 20 faqe, kështu të dhe. Ja fillojmë ditës mbar. Mos me fillu ditën shka lajme, do me thonë, lajme. E që s'po shojmë asgjë të mirë. Edhe që në një nuk po she kur gjë edukuse, po përballesh me argëtim që të çon në stërkeqje. Dhe po she ky tha, ky deklaroi, kjo ja boni, ky kriminal, ajo atje keq për do me thonë një farë gjuhë negative urrëties, e nuk po du me ra prej e kësaj. Me i paragjyku ata persona, individa, kushdo qofshit, në bazë të një opinionit kriju me një farë fry, me një farë guaske. Dhe një gjyqi publik, që Gjyq hiç po publik përton që të është bëhet jo. ditëve të fundit. Që nuk kanë kriter as privatësinë e dikuj, as qysh ndjen ata persona, as anën emocionale, sa i lëndon ajo. As pak. Thjesht, mi sjell disa përfitime momentale. Qartë. Mirë, flutur një këngë. Në këtë pikë të emisionit erdhe tek kënga. Unë zakonisht i pyes mysafirët sa janë të lidhur me pjesën e artit, konkretisht me muzikën. Ty kam përshtypjen që s'kam nevojë të pyes në këtë pjesë hiç, sepse tha prej fillimit që muzikën, artin e ke dashur në çdo formë të saj. Tash, tjetër është që s'di me knu, po i kam pa disa, një 2 vjet i kam kanto sa për edukat zani, me ditë. Për veten tënde, po. Kulturë e përgjithshme. Qartë. Po kështu me dëgju muzikë dëgjoj valla. Vile jam një farë shazami kështu. I llojit vet që veç më mjafton pak me dëgju një këngë dhe ja filloj. Këtu të bashkangjitëm. Po ta garantoj. Tani, në këtë pikë të emisionit, cila do të ishte një dëshirë muzikore jotja që ne mund ta plotësojmë në valët Radio Kosovës. Te kaloja Ulqinit. Hajde. Nuk e prita, nuk e di pse, po nuk e prita. Versionin e Xenit? Do, normal. Xeni e këndon. Po normal, s'ke ku Xenin edhe s'ke tjetër. As mos ishte në kombinim bile. Unë do të lus deskun e muzikës që dëgjojmë bashkë Xenin dhe super këngën e tij Te kaloja e Ulqinit vetëm për hyneshën time sonte, Flutur Mustafa, me të cilën nuk naqë muhabet jo vetëm të hapjes së kartave, por edhe të shumë perspektivave tjera të jetës së saj. Vazhdoni që ndroni me valët Radio Kosovës, rikthehemi pas pak me raundin e tretë dhe të fundit. Jemi shoqëruar kështu bashkë me këngën Te kaloja e Ulqinit për dëshirën e hyneshës sime për sonte, Flutur Mustafa, e cila tani është gati për hapjen e raundit të tretë të kartave të jetës së saj. A i le bakëshish muzikës për këtë këngë? A i le ti, se ke dëshira jote. Ani barazohë më fund. Okej, Flutura vetë se e zgjidhi kartën e saj, kush ka qenë një model pozitiv për ju, si edhe pse? Në të kaluarën tënde sigurisht ke pasur shumë modele pozitive të njerëzve, qofshin ata të afërt, personalitete publike apo edhe ata fiktive që i përmenden në libra. Kush prej tyre ka qenë një model pozitiv konkret? Problem. Si edhe pse? Problem. Se problem? Problem Ka se pas tani qaq shumë, ka pas qaq pak. Idhnohet. Se ka njerëz problem edhe kur ka shumë edhe kur ka pak. Jo, shumë s'janë, po që ata që janë tash me përmend njënën, no tjetra, është. Po kryesori kështu. Modeli pozitiv është janë anëtarët e familjes, anëtarët e ngushtë. Është baba dhe nana. Pse? Nana. Po pse? Ha dhe stereos pas se ka thonë pse, po Si ja ka dalë me gjithë përgjigjen, a? Sepse për një fëmijë janë alfa dhe omega e formimit karakterit edhe formimit të shembullit. Dhe në ndërdijen tonë, do veprime që i marrem edhe një të pjeku, në këtë moshë janë si pasoj, apo si shkak, se pasoj është diçka pak më e rëndë, i
rritjes edhe edukimit edhe shkak të këta dy persona, dy modelet kanë ofruar një jetë. Edhe nuk kam ndonjë pse më specifike. Po Mirë, lëmë kaq. me sakrificën dhe mundin dhe gjithçka që ata janë, para asoj që ata kanë. Qartë. Kjo është. Mirë, shumë përgjigje e bukur. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidheni një kartë. E tash, që të. Të fundit, ë? Po. Hajde. Ose e para, nëse numëron për Në këtë. cilat situata e keni të vështirë të thoni po? Si ka ndodhur? Aqa. E kam pas vështirë me thonë po dhe nuk kam thonë. Po, kur më janë ofru disa pozita të larta dhe disa beteja të huaja. Që i bie në këmbim disa pozita të larta në këmbim të diçkaje që s'është e jotja. Po. Apo s'duhet ti ta bësh. Që në atë moment nuk ka pas logjik që unë t'jem në atë format dhe në atë kombinim të emrave personave. Cila është pozita më e lartë që ke refuzuar? Nëse mund ta ndosh me ne. Pozita më e lartë që kam refuzu është e njëjta me atë që e kam mbajt. Ka qenë shefe e stafit edhe nuk jam pishman sepse në atë periudhë që më është ofru ka qenë që unë kam qenë vetëm e fillume në një kapitull dhe kam dashur me e çuar atë kapitull deri në fund sepse 2 kapitull deri në gjysmë nuk është që mundesh me arrit diçka. Edhe e kam përfundu atë kapitull dhe tjetra ka qenë garë për deputete. Nuk e di sa është më e lartë. Po okay, prap konsiderohet. E kam refuzu sepse nuk jam tregu egoiste. Dhe kam vënë peshore edhe më rrethin, edhe familjen, edhe sa do mund të me i kontribuon një shoqënie në një familje që jam akoma është fragjile, kam një djalë të vogël që kërkon gjithë përkushtimin. Po, fiks. Dhe unë kur t'ja nisi me kriju diçka, me dhënë kontribut diku, kam qef me dhënë kontributin 100% hakikat, jo për gjysmë. Dhe në këto rrethana do të ishte një kontribut për gjysëm. Dhe do të ishte një kontribut i lanë për gjysëm, ose i fillum edhe as për gjysëm i mbetën, domethënë kështu një periudhë, kështu shumë se di si ta them kaotike. Dhe kjo jo për ta thonë që nuk e sheh interesin momental të një të afat gjatësisë apo afat shkurtësisë së diçkaje, por thjesht kam kohë për me dhënë kontribut politik. Dhe më duhet me kalu hala përvojë, sa që nesër mos më thonë dikush e i punë e parë përfaqësuese e vullnetit të popullit, diçka shumë e madhe. Dhe është shumë një barë e lartë e përgjegjësisë. E vërtetë, duhet kemi kujdes kur vendosim të marrim atë hap. Dhe besoj që kam kohë që akoma të kontribuaj zhvillimit të vetvetes në mënyrë që nesër të ma shojnë hajrin masa gjë që më beson. Natyrisht. Kaq. Mirë, Flutur, çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Hajde, thashtë ka mesi, se s'po bëj me hile. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për ta arritur këtë qëllim. Çfarë është duke punuar për të ardhmen e saj të afërt Flutura momentalisht, qoftë në aspektin personal, qoftë në ato profesional? Ka kalu një kohë, më me thonja 5 vite, Elvan, që nuk kam botu. Për jashtë 2020-2021 që ka dalë teksti dramatik e quajtën Asja, po them, kur nuk kam botu poezi. Po. Në shkrim e sipër e kam një roman, do më thonë që po mbren një farforme, sepse jam duke trajtu një temë që nuk e kam kalu vetë, dhe nuk besoj që do e kaloj vetë, po kaluin shumë familje, dhe kam pak problem me shkru për këti prizme, pa marr input. Po është tema është pak e ndjeshme, sepse nuk është input që ta japin, sepse e fshihet. Cila është tema? Nuk e them. Pse? Do realizohet, po a duhet me ardhën prap me fol për atë. Patjetër. Kështu që ta lëm diçka. Veç në emisione të tjera. Po, normal. E në një qëllim është
kjo me shkru për me botu, se unë shkruj vazhdimisht, po me këqyr ato do shkrime, se la shkruj me laps, do më thënë, nuk më knaq notes. Notes më me shkru një motiv që më shtyn tani me shtjelu, po më duhet me shkru tamam, me shkru tamam, në aspektin klasik. Në klasik, se nuk mundesh me përjetu emocionin ndryshe. Dhe një me shfrytzu, se di, me bëj që me pas edhe një stabilitet emocional, financiar, që të përmbush në të dyja prizmat, mos me bë veç për pare, veç që keni përfitim. Mirë, flutur unë uroj shumë që shumë shpejt realizohet kjo ide e jotja, edhe ne ta kemi atë libër ose atë botim çfarë do të thotë ai. Se ka mujt me thonjën pretendent për në pozitë shtetërore, po jo. Kjo është më e bukur se sa pozitat shtetërore, më beso, sepse ato shkrimet që bëhen ato ngelin në histori, pozitat shtetërore shkojnë e vinë, dikur harrohesh. Dua një pyetje të fundit, flutur, cili është shkrimi më emocional që ke bërë në jetën tënde dhe kujt i është dedikuar apo çkafit? Shkurt. Nuk kam pas shumë përballje me vdekjen në familje. Fatmirësisht. Po të dy përballjet më të mëdha, për të mos thënë 3, mbetet vargjet që janë kushtu dajës tem kur kam ndru jetë, edhe djali tezës, sepse janë dalë një mosh shumë të re nga jeta. Dhe ndoshta pa e kuptu rëndësinë që ata persona kanë. Kanë qenë ato vargje sa të dhimbshme për mu me u shkru, aq edhe të vështira me u publiku. Kështu që ato. Mirë, fluturën, të falenderoj shumë për qiltërsinë tënde, për bashkëpunimin në hapjen e këtyre kartave të cilat ishin sa interesante, aq edhe të ndërlidhura fiks me personalitetin tënd real. Intriguese, diçka ke bati, po nejse, merrna vesh. Tash tregom krejt në fund të këtij edicioni si po ndihesh edhe cili është reflektimi yt mbi veten tënde kur bashkë lundruam nëpër etapa të ndryshme të jetës. Unë nuk di të jem ndryshe, po se çiltër. Dhe ndoshta nganjëherë them një fjalë më shumë se sa një fjalë më pak. Dhe besojm që më pëlqeu shumë, nuk është që sa kam ndjekë, kam ditë se si është, kur e shet duke e kalu dikush thua se fore janë. Po e përjeton edhe shumë i mirë, kështu që më ndreqe një fundjavë. Kështu që na vjen mirë. Faleminderit. Faleminderit të dashur shumë, unë të uroj shumë suksese, shumë botime të tjera të bukura, po aq sa ato që i ke nxjerr tashmë në treg, edhe sigurisht ne do të shihemi edhe në rrethana të tjera me të reja të tjera nga jeta jote. Faleminderit, dhe unë je gjithmonë e mirëseardhur. Shumë faleminderit. Të dashur dëgjues të Radio Kosovës, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me shkrimtaren e njohur Flutur Mustafa, e cila bëri hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Bashk kuptuam që nga fëmiria e saj e hershme, sa sfiduese aq edhe e suksesshme, deri tek perspektivat e saj të së ardhmes. Me mua Elvanën dhe një hynesh tjetër, bashk takohemi javën tjetër. Deri atëherë gjithë mirët.